Njeriu në rrjetet sociale është bërë çfarë? Është bërë materialist, duke komunikuar me njerëzit me frikë dhe dëshirë. Thot Xheriri, njëri prej dietarëve të shekullit të 4, çfarë thot? Thot njerëzit muslimanë të parë, sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, kanë folë në mesveti dhe kanë pas trajtim me fe. Feja i ka lidh, Islami i ka lidh, imani i ka lidh. Thot pastaj u zbe feja te gjenatat e ardhshme. Pasaj me që kanë komuniku? Me bes. Fjallën ja ka thonë. Fjallën ja ka thonë dhe me fjallën janë majtë. Thot pasaj u zbe dhe fjalla. Shiko përse në shekullat të full. Po shekullat e parë dhe muslimanët e parë. E nëse zbaton sot kjo as njënës nuk ka. Ka thonë pasaj filluan me komuniku me bes. Pasaj u zbe dhe besa. Edhe me qka u majshin? Me njerëzillëk. Mose njeri, kjo njeri filluan mu majt me njerëzillëk. Thot ra dhe kjo me dveç turpi. Hajt, jo që po du me ta kry punën, po marre. Hajt turp, hajt se marre, hajt se e njo. Edhe, thot deri sa ra dhe marja. Dhe filluj njerëzit mu trajtu me frik dhe dëshirë. Rahbe wa raghbe. Qka kjo? A mu në mban dam dishka? Jo. A kam fitim dishka? Jo. Ikse ko. Qështu janë njerëzit sot? A kam unë e pare për këti? A fitoj? Jo. A mu në mban dam ki muhe? Jo. Qa kam unë e piktina? Në fej jo, bes jo, njerëzillok jo, turp jo. Qka metët? Pare dhe tut. Ata shikoj njerëzit që kanë galue? Komunikoj me njerëzit, qysh komunikojnë? Thot kjo, a i damshëm, a i rëzikshëm? Jo. Para abje? Jo. Po që e lodhë vetë me këta? Qka e lodhë vetë me këta? E kjo qka e ka po? Kua njeri të ashtu? Kua mu njeri? Shka mu këtu njeri? Këtu nuk ka mu njeri. Këtu është vetë të materiali. Pra jemi na të konsumuarit, jemi na të hargjumit, jemi na të që habi. E nuk jena të hargju në ata. Për këtë që i shiko besimtari, fillimish komunikon me njëzit me fe. Allahu ka thonë që kjo e ndalume dhe ndalume. Allahu më merë logari. Apo, e nëse të zbejet feja, besa, fjala, lafi një ki thonë. Pasaj nëse zbejet besa, njerëzilloki, o ku bujet njerëzilloki? Ti insani ja insano. Pasaj marja. Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, çdo pejgamberi ka thonë popullit vet, nëse s'vjen marrë, ban çka dush. E na jetojna këtë kohë, ban çka dush.